Përpara se të nisim në rubrikën e Mateos, të më falni, po kam edhe një këshill të fundit për të dhënë. Nga Electric Cars Albania, zit makinën tënde elektrike në ECA. Makina elektrike nuk është luks, është nevojë. Zit tënde në ECA nëse do garanci dhe modelet më të mira nga Byt, Avatar dhe Xiaomi. ECA me showroom në Tiranë dhe në Prishtinë, garanci nga fabrika, servis, aplikacion ECA me të gjithë karikuesit në Shqipëri, të gjitha i gjeni këtu. ECA kalon elektrika. Kuaj, rubrikës Mateo Bore, qjojeni. Edhe mirë se na erdhët. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Debra, ty do të jap ushtrimin pak më të vështirë me qenë se ti edhe stërvitur e palestruar dhe dashuruar me sportin. Do bëjmë disa squatsa me dumbbell overhead press. Fationa do të mbash të dyja peshat para. Okej. Njëkohësisht do ulesh njërin dhe ngresh, pastaj me tjetrën. Okej. Do bëjmë të njëjtin ushtrim nga fillimi në fund apo çdo pyetje ndrojmë ushtrimin? Ja, gjithë kohës ushtrim, por ty s'ka tolerime. Vazhdoj me ushtrimin. Vazhdojmë para. Që të filloj me pyetjet. Okej. Jepi start. Tash fillimisht ju bëj pyetje që juve mund t'ju duket pak e çuditshme meqense jeni dhe vajza, por Fationa, do e bëjë kur hapin e parë ndaj ideale? Mbas edhe po e mira është të bëjmë të dy nga pak. A e ke bërë ndonjëherë hapin e parë? Jo. Debora? E kam bërë unë, po. Bravo për Deborën. Cila është gjëja, Fationa, që të bezdis më shumë tek një mashkull në takim, që humbi interesin? Nëse nuk është i qartë për qëllimet e tij dhe nuk është i sinqert. A e dallon këtë sinqeritetin në takimin e parë? Po duken mashtrusat. Debora? I kemi arru këto takimet e para, o Mateo. Në një takim me i mashkull, çfarë të bën të humbësh interesin ka ai? Takimin e 2, 3, 4. Kur i pëlqen vetja meshkujve. Ta me 11 nuk durohen. Po. Okej. Fationa, me kë nga konkurrentët e Shizon Top mban akoma miqësi? Nuk është se kam ndonjë miqësi të ngushtë, po kam komunikim shpesh me Nansin, Santianën, Emilian, pra që janë numëruar njëri këto skuadrat të grupit tim. Po ti Debora nga Dancing with the Stars, me kë bësh më shumë që mban akoma marrëdhënie? Me Arbrin. Cepan. Okej. Mund t'i bësh dhe më ngadalë se do na lodhesh. Ka gjë pa hajt. Cili është komplimenti më i çuditshëm që keni marrë nga një mashkull, Fationa? Se ka dhe ca që ja fusin komplimentave. Në fakt që më kujtoj tani është që duhet marrësh taks për vetbesimin që ke. Duhet marrësh taks për vetbesimin që ke? Po. Që di sa ka qenë të vëshëja. Debora? O kafsha më e bukur. Kafsha më e bukur. Tipik kompliment palestre. Fationa, të kemi parë që në Instagram publikon dhe jetën luksoze. Cila është dhurata më e shtrenjtë që ka bërë i mashkull? Dhurata që unë dua të marr nga një mashkull është dashuria, por marr më shtrenjta materialisht, se nuk kam marrë. Ajo është dhuratë Çka inore, kam të shtrenjta ja kam bërë vetes. Dashke më përgjigj, pa shmang. Debora, mos bëj pyetje luksi si i kam muhabetet keq. Po mirë, ta ndryshojmë pyetjen. Dhurata më e shtrenjtë që i ke bërë dikujt? Udhtim. Udhtim? Udhtim, po. Qift dhe dy bashk? Po. Nice. Fationa, apo s'bën dhurata? Ndonjë florin, ndonjë gjë kështu. Një florin e gjë kështu. Gjërat Ata florin që ka kështu, Manush. Është rriti çik tani po. Sa pyetje kemë Mateo? Me qenë se jemi ke dashuria, kemi parë që publikon dhe shumë trëndafila në Instagram. A je dashuruar? Po trëndafilat jo domosdoshmërisht janë nga një mashkull. Por unë mendoj që kur mirë. publikon javë për javë, e ka i domethënie. Unë ndjem mirë. Ndjesh mirë. Debora, je dashuruar? Po jam. A, letroj dashuria. Edhe sporti. Edhe sporti. Çfarë nuk do të sakrifikonit kur për dashurinë? Debora? Veten time. Okej. Lirin time. Punën dhe karrierën. Punën dhe karrierën. Puna të mban gjallë. Kemi më. Unë mendoj që gjatë mban dashuria se punën e ndron, e gjen, punon, sakrifikon, provon dhe sa herë rrëzohesh çosh më i fortë. Ashtu. A do falit kur tradhtin, Fationa? Në një pikë të jetës nëse do kisha familje edhe mund ta falja, por në një lidhje jo. Debora? Mos na raf për pesë, mos na sprovoj zoti me këtë. Nuk i dihet. Po. Never say never. Një pyetje për të ardhmen. Fationa, ke marrë pjesë në shumë kompeticione bukurie,
emisione të tjera, cilat janë planet e tua për të ardhmen? Fotografinë e emisit fundit. Miss Grand. Amore, Sa ndaloka mu m'kap ka kamera. Cili është hapi radhës, Nuk qëllimi mund të them radhës, që do televizioni, një tjetër mis? Nuk mund të them që do stopoj, ndoshta duke marrë pjesë akoma në kompeticione që të përfaqësoj Shqipërinë jashtë. Televizionin e kam shumë qef, që kur kam hyrë këtu në Top Channel, që kam shkel për herë të parë, Manush, jam lojë se bjerë me mirë, ty e kështu që ka. mbase edhe televizioni nuk do e lë, por Me ty e ka. për momentin jam e fokusuar shumë tek puna dhe dua të rris punën. Dotri, ajo ka wake up artiste, ka kaq vite që rregullon gjithë dynjan. Debora, kemi Si unitar parë ndërkohë këtu. dhe ty në shumë kompeticione, gara, të fuqishme, cili është qëllimi radhës? O Manush, dua të gjithë Everestin. Ka tha? Everestin. Qëllime, jo llafe. Dhe pyetja e fundit, ndalojmë dhe ushtrimin. Thash fal, thash eksperte për make-up, jo wake up, se bora Jo, gabim. e ngatroj pak. Sorry. Po Francesca më Ka që ne kuptuam. Meqense shumica shohin vetëm televizionin, Instagramin, rrjetet sociale, çfarë nuk ka parë publiku nga Fationa? Unë jam një gocë shumë e thjeshtë, edhe shumë punëtore, kështu që në Instagram duket ajo jeta e luksit që vetëm bëjmë qef, vetëm jemi të lumtura, vetëm... Domethënë nuk e ka pa Jemi- publiku kur bën punë të shtëpisë. Nuk e ka pas kur bëj punë të shtëpisë, as kur punoj si kafsh, po themi tek puna nga mëngjesi deri në darkë, kështu që jeta e Instagramit është pak falso, po me rëndësi të jemi të saktë në jetën reale. Debra, djersite. Po patjetër kam. Debora, u thash ndalo, po Debora nuk dorëzohet, o Manush. Debora dhe ti përgjigjen. Po, tani këtë pyetjen po e marr pak kohë për të. Se atë që ka parë publiku aty në Instagram, po vazhdon ta shohë që ti nuk dorëzohesh. Këto dorëzime për Deborën. Ua, janë djekësit dhe këto. Un kam pak kohë në fakt që kam ndaluar se bëri gjëra për sytet e tjerëve. Kështu që pavarësisht se publikun uroj që me pak aq sa tregojnë në rrjetet sociale ti motivoj sado pak për të bërë sport. Gjëja më e mirë që mund të bësh. Po kjo është ajo Motivosh çka njerëz. ka rëndësi për mua, pjesa tjetër është e imja personale dhe nuk bëj asgjë për të tjerët më. Big up, Ha? big up. Super, kemi pyetje tjera? Barum. Atëre Debora e Mbaruam po me dëgjoj, mos i pyetjet. fshi djersi se na duhesh dhe për ke penaltia fundit për sot. Aty të Ishte rubrika më e re, pse? Aty do bësh golin atësi për ti ku duhet. Bravo Mateo, bravo Fationa, bravo Debora. Faleminderit. Ndeshja totalisht e pezulluar, qëndroni me ne dhe penaltit se ja vlen dhe me super muzikë në fund me Amblën. Mos u largoni.